ne kemi punuar me plan strategjik 2022-2026, kemi pas dhe plan operative të konkrete të punës që është bërë. Mbështetja e qeverisë këtë drejtim ka munguar në dy drejtime. Njëra në anë nuk kemi pas kapacitetin mjaftueshëm me staf. Kërkesë të vazhdueshme nga ana e institucionit ATK-s, nuk kemi mbështetur në këtë drejtim. Mendoj keq që si mbështetën atëherë, mendoj që duhet mbështetet tash. Nuk kemi mbështetur me paga për punonësit. Pagat mbi 50% e stafit administratës tatimorit Kosovës, pas futjes fuqit e ligjet e paga, kanë paga ma tulta. Kanë paga ma tulta, po them, apo përsëris. Sa herë që kanë ndodhur rritjet pas fillimit të vitit 2023, me ato 5%, pastaj me 55 euro e kështu me radhë, kësaj kategoritë të stafit nuk ju kanë ngritur pagat. Unë mendoj që duhet patjetër, dhe ne mendojmë që duhet patjetër kjo kategori e njerëzve profesionistë të mbështetet. Andaj në programin tonë qeveritar janë të para. Rritja pagave për gjithë shërbysit civil 50% mbi nivelin e pagave aktuale që marrin. A ka presion, a ka ndikim të qeverisë mbi ATK-n, edhe gjatë kohës kur keni qenë jo dhe aktualisht? Për çfarë niveli bëhet fjalë? Jo, unë jam profesionist në këtë aspekt, edhe kur flas me gjëra konkrete, nuk ka pas presion kuptimin për të dëshkuar pa drejt bizneset ose për të liruar dikan, nuk ka pasur, por mbështetja për institucionin nuk mjafton vetëm në atë drejtim. Mbështetja duhet ketë, sepse edhe është misioni së cilës qeveri, duhet mu luftu informaliteti. Kur për mu luftu informaliteti, duhet me pas mjete. Dhe ka bërë më spiritë të qeveria? Mjetet janë resurset humane. Ajo është pika kyçe. Po sa e pam për shembull një shifër për rritje të numrit të bizneseve të hapura të Hekuran Muratit në këtë rast ministrin e tyre financave. Realisht kur flasim për rritje ekonomike, mendoj që ka ardhur koha të flasim me gjëra konkrete. Nuk mund të flasim me gjëra të cilat mund të prodhojnë një momentum populist. Edhe mund të krijojnë një përshtypje të njerëzve, të disa, një kategori njerëzve, sikur gjëja ka rritje ekonomike. Numri bizneseve, rritja numrit bizneseve, absolut asnjë indikacion nuk ta jep për rritje ekonomike. Numri bizneseve në vazhdimsi u rrit. Numri bizneseve për rritje ekonomike dim ne cilët indikator janë ata që tregojnë. Se ka edhe një publikim tjetër që u rrit qarkullimi 6%. Po sa kemi rritjen e inflacionit. Muajin e fundit që ka edhe tash historia paraprake 5.3% domon. Atëherë kjo i bën që nëse kemi pas inflacion gjatë këtyre viteve rreth ndoshta 20-30%, për produktet caktuara 60% apo edhe ndoshta 100%, atëherë rezulton që në aspektin sasior, jo që kemi rritje, ndoshta kemi ngecje. Ndoshta